projekti jonë. Tema është mjedisi lokal, është krijuar nga nxënësit e klasës së 6B dhe është shkolla Gjenc Lehtë. Ja ku po ju tregojmë një foto të Librazhtit. Tani do t'ju flasim dhe për qytetin e Librazhtit. Qyteti i Librazhtit është qyteti i Librazhtit. Librazhti është qytet në lindje të Shqipërisë. Kufizohet në veri me rrethet Bulqiz, perëndim nga rrethi Elbasanit, në jug nga rrethi Pogalecit dhe në lindje nga Republika e Maqedonisë. Klima, pozita gjeografike, konfiguracioni i relievit, lartësia absolute, mbi nivelin e detit dhe largësia nga deti Adriatik ka mundësuar natyrën kontinentale e klimës, e cila duket në dimrin e ftohtë e të lagët dhe në verën e shkurtër, të nxehtë e të thatë. Rrethi i Librazhtit është krijuar si njësi administrative në vitin 1958. Rrethi i Librazhtit përbën nga 2 bashki dhe 9 komuna, të cilat u krijuan pas riorganizimit të pushtetit lokal në vitin 1992. Popullsia e Librazhtit përgjithsisht paraqitet autoktone. Në 1 janar 1998 ajo arriti 82.411 banorë dhe rreth 18.203 familje. Librazhti ka një moshë mesatare të popullsisë e cila është 48 vjet. Ja ku është dhe një foto e Librazhtit. Muzeu i Librazhtit. Muzeu i Librazhtit është një muze i kategorisë së parë dhe mban në vetvete vlera të jashtëzakonshme kulturore. Ky muze, për vite me radhë, është i cilësuar si një muze model. Ja, ku i tregojnë dhe fotot e veshjeve dhe shumë të gjërave të tjera, që mund të shikoni dhe vetë. Tradita dhe zakonet. Treva e Librazhtit ndodhet në një pozitë gjeografike shumë të favorshme për zhvillimin e mjeshtërive të ndryshme, si për shembull, përpunimi i gurit, drurit, metalit e të tjera. Zakonet e mira, këngët dhe vallet e kostumet e bukura të stolisura me mjeshtëri flasin për një kulturë etnografike të pasur të kësaj krahine. Të tërheq vëmendjen maketi i shtëpisë me tel të Çermenikës. Ja ku i tregojnë dhe fotot, veshjet si kanë qenë dhe muzeet e ndryshme. Ja qyteti i Librazhtit në vitet gjerrik, kur çfarë ndryshime s'ka pasur te Librazhti sot. Ja ku është fotoja e tij sot. Tani do të ndryshimet dhe zhvillarimet e tij ndër vite. Historia e themelimit të Librazhtit zëfill në vitin 1929, atë vit kur u bë vendosja e trasës së rrugës automobilistike Tiranë-Elbasan-Korçë, Buz-Dugina e Lumit Shkumbet. Traseja e vjetër pati kaluar në përshtatet e malë polisit në gjumë të rrugës së hershme Egnatia. Muzeu historik dhe etnografik, galeria e arteve figurative, kinemaja të tjera. Në vitin 1986 Librazhti kishte 3.379 banorë, por pas viteve 90 për shkak të lëvizjes të lirë së popullsisë, qyteti i Librazhtit u popullua me banorë të ardhur nga fshatrat e rrethit. Sot qyteti numëron mbi 15.000 banorë. Ja ku tregojmë fotot e Librazhtit. Tani do t'ju tregojmë për pika turistike. Këto janë pika turistike e Librazhtit. Është Mështenka e Qarrishtës, ndodhet në fshatin e Qarrishtës të rrethit të Librazhtit. Shpella e Hasan, ndodhet në afërsitë e fshatit Dardh e malit në lartësi 930 metra mbi nivelin e detit. Kisha e Kosharishtit. Kisha eremite e Kosharishtit, një vlerë dhe një monument kulture i veçantë në llojin e saj. Shpella e Shkëmbit të Bletën, ndodhet në veri perëndim të fshatit të Dardhës e malit të rrethit të Librazhtit. Burimi i Studës. Ky burim ndodhet në skajin lindor të fushës së Studës, në lartësi 600 metra mbi nivelin e detit. Ja ku ja u tregojnë dhe fotot. Gurra e Koshorishtit. Ky gur ndodhet në afërsitë e fshatit Koshorisht, në lartësi 600 metra mbi nivelin e detit. Përbën ja ku ja tregojnë dhe fotoja, liçeni i Shebenikut ose Thirqet dhe liçenet akunajore Shebenik. Ky liçen ndodhet në shpatin veror të majës së Shebenikut në lartësi 1800 metra. Liçeni i Varrit të Plakës. Liçeni i Varrit të Plakës ndodhet në fshatin Veçan në lartësi 600 metra mbi nivelin e detit. Rrepet e Gurakuqit. Qendet në qendër të fshatit Gurakuq në rrethin e Librazhtit rreth 800 metra mbi nivelin e detit. Rapi i Taksimit. Ndodhet në afërsitë të fshatit Librazhkatun në rrethin e Librazhtit rreth 1000 metra mbi nivelin e detit. Ja ku ja tregojmë fotoja. Mani i Cupit. Gjendet në qendër të fshatit Orin, përfaqëson një dru mani të veçuar, lartësia e drurit është 6 metra, diametri i trungut është 120 cm, ndërsa diametri i tij rreth 400 cm. Ja ku tregojnë dhe fotot. Tani do t'ju tregoj për parkun kombëtar Shebenik Jablanic.
Parku Kombëtar Srebrenica Blanis shtrihet në pjesën lindore të rajonit të Librazhit dhe përfshin malet me të njëjtin emër që e kufizojnë Maqedoninë. Klima në shumicën e parkut bie në kategorinë e klimës mesjetare në temperaturë mesjetare vjetore ndërmjet 7 gradë Celsius dhe 10 gradë Celsius. Fauna është shumë e pasur, speciet kryesore të faunës janë ariu murmë, ujku, vjedhlla, dhelpra, ketri e të tjera. Flora. Parku ka drura ahu, pisha, e zezë, bredh, lirs, mështenka, arneni, bush, ajdes, spanjë, shelg, lejthi e të tjera. Ja ku ja tregojnë dhe foton me qarta. Mali i Polisit. Ndodhet rreth 80 km nga Tirana, është midis Elbasanit dhe Librazhit, në vendin e quajtur Mirat. Kalon në lumë Shkumbin dhe ngjitet djathtas për 15 km. Ja ku ja tregojnë dhe foton me qartë. Ahet e fushës së Gurrës. Gjendet në afërsitë të fshatit Gurrë të Librazhit, 1300 metra mbi nivelin e detit. Ja ku ja tregon dhe foton me qartë. Shpella e plagës Gizavesh. Në fshatin Gizavesh ndodhet një shpellë që njihet me emrin Shpella e plagës, sepse mendohet dhe thuhet se në të ka jetuar një plagë. Seria e kuqerrënt Librazh. Në loginën e Shkumbinit në rrugë Librazh-Shprenjas dalin në sipërfaqe depozitime kontente të Pliocenit. Ja ku ja tregojnë dhe foton me qartë. Fusha karakteristike e Stundës. Fusha karakteristike e Stundës ndodhet në lartësinë rreth 1100 metra mbi nivelin e detit. Ja ku ja tregojnë dhe foton me qartë. Fusha e Qarrishtës. Kjo fushë përfaqëson zonën ku vendoset fshati me të njëjtin emër. Ajo ka shtirje 2-3 km dhe gjerësi 800 deri në 1000 metra. Ja ku ja tregojnë dhe foton me qartë. Fusha karakteristike e Mirakës. Mali i Mirakës 1751 metra shlihet në verilindje të malësisë së Çemenikës dhe ndërtohet nga shërbim karbonatik. Ura e Gurrit. Kjo urë ndodhet midis fshatit Polis dhe fushë Blua, në zonën e quajtur Gostin. Pusi i faqes së madhe. Ky pus ndodhet në afërsitë të fshatit Dart, në lartësi 1750 metra mbi nivelin e detit. Foto të bukurive natyrore. Ja t'ju tregojnë tani. E para Shkëmbi i Dragan, e dyta Qafshaka, e treta është Maja e Katra Filit, e katra është Fshashti Langë, e treta Zali i Borovës, e katra Stëbleve, liçeni i Fushtudës, Guri i Skënderbeut, Spafar. Tani do t'ju tregojmë nga gjitha këto bukuri natyrore, por Librazhi ka dhe probleme reale të hidrografisë. Probleme shedhja e mbeturinave, shkaku pabërgjeshmëria e njerëzve kur hedhin mbeturina, pasojë ndotja e ujit, zgjidhja të hedhin mbeturinat në vendin e caktuar, ja ku e tregojnë dhe foto. Një vend me mbeturina dhe një vend pa mbeturina. Tani ja ku janë dhe fotot ku mbledhin mbeturina. Ç'do duhet ta vizitoni Librazhin? Librazhi është qytet që mirëpret çdo që viziton. Çdo vizitor e mirëpret ngutësia e vendosave, festivale dhe manifestime të ndryshme kulturore, monumente interesante natyrore dhe kulturore, parku kombëtar Srebrenica Blanis, hotele dhe restorante me ushqime tradicionale. Tani do t'ju tregojmë dhe kush ka punuar në këtë projekt. Tu ka punuar Arbra Alliu, Josita Qosja, Luis Çota, Fabio Leka, Regis Nogu, Dorisa Rizvani, Inva Qoshku, Marisa Qoshku. Po, të gjithë kanë kontribuar për këtë projekt. Dhe këtë projekt e pranon mësuese Elvira Bashkari. Faleminderit të gjithëve dhe që të